E moshuara dhe treni. Një zonjë e moshuar u tha një ditë niprave të saj: "Unë kur nuk kam hipur në tren gjatë gjithë jetës time." Dhe ajo u shprehu atyre dëshirën e saj për të udhëtuar me tren. Nipërit ja blen asaj me njëherë një bilet treni që të udhëtonte në një qytet aty pranë për të vizituar një mikeshën e saj. Zonja e moshuar hipi në tren dhe ul në njërin nga ndejtëset. Menjëherë, ajo vuri re se mbulesa e ndenjëses ishte e grisur, kështu që u ngrit e zemëruar dhe u zhvendos në një vend tjetër në fillim të vagonit të trenit. Por edhe atje ajo u shqetësua nga një fëmijë që qante përgjatë korridorit të vagonit. Këtë herë, ajo u zhvendos në pjesën e pasme të vagonit, por aty pas se dielli ishte shumë i nxehtë. Pastaj ajo u zhvendos në anën tjetër të vagonit dhe ishte e raskapitur. Më pas, ajo pa jashtë dhe filloi të sodis pamjen e bukur të vendit. Në atë moment, Fatorino thiri emrin e qytetit ku do të zbriste e moshuara. Zonja e gjor ul për pak kohë, shumë e hutuar, pastaj tha: "Sikur ta dija që udhëtimi im ishte kaq i shkurtër, nuk do të kisha kaluar gjithë këtë kohë duke u ankuar dhe duke u inatosur, por do të isha ulur duke shijuar bukurinë e natyrës që në ndenjësen e parë që ula." Mësimi. Kështu është edhe jeta. Prandaj shijojeni atë dhe jetoni me kënaqësi, mirënjohje dhe falenderojeni krijuesin. Blidhni gjëra të mira për jetën tjetër dhe për udhëtimin e gjatë e pakthim.